që është shqipitor. Doktor, me qënë se janë zgjedhjet në parti, për kryetarin e partisë, doja të pyesja, sepse deri tani kemi parë që askush nuk po ndihet për të konkuruar me Juve. Mua personalisht më pëlqen shumë gara, jam e sigurt që dhe Juve. Jemi rritur me gara dhe gara të rrit të zbukuron, edhe ndonjëherë që janë futur në garë, janë futur vetëm për ta zbukuruar garën, me thënë të vërtetën, nuk kam dashur të fitoj kur. S'kam ambicje për këto gjëra. Por gjithmonë e vlerësoj garën. Dhe mendoj, Partia Demokratike në gjithë këto viteve nuk ka lider, s'ka prodhu lider që të konkurojnë me ju, qoftë edhe në kryetarët e partive, janë numra 2, duhet bëhen numra 1. Është për shembull Gjidi Vence sot mos të konkurroj për presidencën e ardhshme. Si e mendoni ju këtë gjë? Shumë faleminderit për pyetjet. Në të gjithë vendet demokratike ka 2 procedura zgjedhje. Njëra procedurë është kryetarin e zgjedh kuvendi i partisë. Procedura tjetër është e zgjedh antarësia e partisë. Procedura që e zgjedh antarësia e partisë, se ju du t'i dini, janë pakica. Shumica e vendeve e zgjedh kuvendi. Por, është një pakicë që po rritet. Do më thënë, nuk është se kjo procedurë po pëson zvoglim, jo. Kjo procedurë po shkon duke u përhapur më shumë. Konsiderohet më demokratike për t'i dhënë antarit partisë të drejtën e vendimarrjes me votën e tij. Kjo ka. Çfarë ka kjo procedurë? Kjo procedurë, si gare përgjithshme, t'jemi realist, në shumicën e rasteve, qoftë se lexoni, do të gjeni se zhvillohet pa kandidat rival. Pse? Pikërisht për atë që thotë. Sepse përtojnë të tjerë, përtojnë të provohet, pa qenë sigurt. Do më thënë, sigurisht që çdo parti ka një kriteret e veta për të marrë pjesë në atë garë, për shembull, ka që duhet marrësh firmat e kaq deputetëve dhe kaq antarëve të Këshillit Kombëtar. Po kjo nuk është një problem. Problemi është se vetë drejtuesit e tjerë nuk e kanë përmbar, nuk duhen të regjistrojnë në qoftë se nuk fitojnë një humbje. Nuk duhen. Dhe kjo është arsyeja pse në tërësi, në shumicën e rasteve, kjo garë zhvillohet pa rival. Ka raste me rival, Ne kemi patur në vitin 2022 Ibsen Elezi. Por Ibsen Elezi ishte një ish drejtues i Forumit Rinor, ishte ish prefekt i Qarkut, është një njeri mjaft i pavarur në ato mendime dhe qëndrimet e tij, hyrin garë e mirëpritëm, absolutisht, dhe është i mirëpritur. Natyrisht, kjo garë, në këtë garë, çdo parti ka kritere. Kriteret janë të vetmet që, do të thënë, do të plotësoj një besueshmëri që mund të drejtojë partinë.